Ta këshilloj tha që në fund të punës tënde të mësosh të bësh diçka tjetër, sepse do jetë shumë e vështirë shkëputja nga ky profesion. Çdo ditë të ndodh diçka që ti thua pse u bëra në rrotull, sepse e tillë është puna jonë. Megjithatë, është profesion i dashur dhe është profesion që të bëhet të dikshëm. Kur vjen puna që ti e mbyll me këtë profesion, nuk di çfarë të bësh tjetër. Dhe mundohesh të bësh këtë profesion për mosha, aftësitë fizike të gjitha, pastaj të kufizojnë. Pas Covidit, këto 6 vite, është vënë re që njerëzit kanë një shtim të lodhjes, kanë edhe çrregullime të memorjes. Është e vërtetë që ka një lidhje të koronavirusit me këtë gjë. A ka mënyra se si ne mund ta ushtrojmë ose mund ta stërvisim trurin që të kemi një kujtesë më të fortë? Ashtu si stërvitim trupin, duhet stërvitim edhe trurin. Edhe që të stërvitim trurin, metoda e vetme është lip. Ka edhe njerëz që e teprojnë me lexime. Nuk është e këshillueshme të lexosh herët në mëngjes ose të lexosh mbas orës 10-11 të datës. Njeriu mund të jetë produktiv, por ajo e acaron trurin, nuk e çlodh trurin, e lodh trurin. Ne të gjithë jemi të interesuar për shëndetin e trurit. Megjithatë, për fat keq ka një sër faktorësh që ndikojnë ose rrezikojnë shëndetin e tij. Mund të jetë mosha, mund të jenë aktivitete të ndryshme. Dhe duhet ju pyes nëse mund të shpjegoni në fillim çfarë janë goditja në tru, hemorragjia dhe aneurizma. A ndërlidhen me njëra tjetrën dhe ku dallojnë nga njëra tjetra? Goditja në tru është stroku. Po. Që thuhet në gjuhën angleze. Stroku është dy llojesh. Stroku është iskemik, domethënë kur kemi mungesë të furnizimit të trurit me gjak, dhe stroku është edhe hemorragjik, kur ndodh një event hemorragjik në tru, kur ka hemorragji në tru. Aneurizma është një nga shkaktarët kryesor të strokut hemorragjik. Domethënë, aneurizmat janë disa fluska enë e gjakut, një enë gjaku me parete jo normale, që në një moment caktuar mund të plasin dhe mbushin trurin me gjak. Dhe ky është strok hemorragjik nga aneurizma. Aneurizma shkaktojnë hemorragjin në cipat e trurit, që ne e quajmë hemorragjin supraraknoidale, por mund të shkaktojnë edhe hematomi intracerebrale, hemorragji brenda në tru. Çfarë mund të bëjmë ne për t'i parandaluar? Për të parandaluar strokun hemorragjik që ndodh kryesisht nga aneurizma, po ka mënyra. E para është mënyra e jetesës. Ne zgjohemi çdo ditë dhe kemi atë programin e punës, të ushqimit, të veseve, dhe nuk e kuptojmë që një ditë nga këto mund të ndodhi diçka siç është stroku hemorragjik apo hemorragjia supraraknoidale. Patjetër që ka mënyrë. E para, siç e thash, është mënyra e jetesës. Pra, njerëz që konsumojnë alkool, që konsumojnë duhan, që konsumojnë droga, që kanë një jetë që janë obez, që janë të shëndetshëm, që ushqehen jo në rregull, janë më të rrezikuar që të bëjnë aneurizma. Dhe aneurizma është më e rrezikuar që të plasi te njerëz që nuk kontrollojnë tensionin ashtu si duhet. Kështu që në një farë mënyre e kemi ne në dorë që të kemi sasi të kufizuara të këtyre që thamë, të alkoolit, të drogave, të duhanit. Në qoftë se ne nuk kemi përdorus alkooli, nuk kemi përdorus duhan, nuk kemi përdorus drogash, mjekojmë tensionin në rregull, atëherë kemi shumë më pak shanse për të bërë strok hemorragjik në tru. Nëse i kemi këto vese, jemi shumë të rrezikuar. A japin ato shenja paralajmëruese apo ndodh papritur? Stroku hemorragjik në përgjithësi nuk ka shenja paralajmëruese. Është event që ndodh në mënyrë të befasishme, në mënyrë të menjëshme. Stroku iskemik, mbyllja e enëve të gjakut dhe mos furnizimi i trurit me gjak, zakonisht ka disa shenja të vogla paralajmëruese. Që të paralajmëron. Dhe njerëz të kujdesshëm shkojnë te mjeku dhe ekzaminohen a kanë ngushtime të enëve të gjakut dhe me mjekime ose me ndërhyrje mund të parandalohen stroku iskemik. Kurse stroku hemorragjik në përgjithësi nuk ka shenja paralajmëruese. Sa i lidhur është shëndeti i trurit me shëndetin e zemrës? Duket sikur në përgjithësi, domethënë logjika të çon që ajo që është e shëndetshme për zemrën do jetë e shëndetshme edhe për trurin. Truri është organi kryesor i njeriut, megjithëse të gjitha organet janë kryesore sepse asnjë nuk zëvendëson dot funksionin e njëri tjetrit. Po truri në shumë raste është si puna e atij portierit që pret topat. Dhe patjetër që një zemër jo e shëndetshme do ketë pasoja në tru.
sepse një zemër e zmadhuar do të bëj trombe në zemrën e gjak dhe ai gjak do shkojë në tru dhe do na bllokojë enët e gjakut. Një zemër me probleme ka nevojë për ollus gjaku dhe ato ollus mund të na bëjnë hematoma në tru. Kështu që lidhja e trurit me zemrën është një lidhje e veçantë në krahasim me organet e tjera. Ndërkohë do të pyes pak edhe për lodhjen që ndiejnë sidomos një brezi ose dy breza të caktuar njerëzish, do të thënë njerëzit që janë në të 20-tat dhe në të 30-tat e tyre. Shpesh edhe e ndjej dhe vetë dhe me shaka ndonjëherë fajsojmë vaksinat, fajsojmë, nuk e di, Covidin, mbi ngarkesën nga teknologjia, po a ka një bazë shkencore kjo lloj lodhje dhe një lloj mjegullimi në thonjza e trurit? Kjo ka të bëjë me aktivitetin e përditshëm, mendoj unë. Njerëzit sot janë të prirur që të harxojnë orë të gjata pune, ditë të gjata pune, dhe pastaj mbas kësaj mund të vinë orë të gjata të natës jashtë, duke konsumuar alkool, duke konsumuar duan, kafe me radhë. Këto bëjnë që nata të jetë e sikletshme, të jetë me pak orë gjumë ose me një gjumë jo të mirë, në një gjumë jo të rregullt. Dhe të nesme diskutohet që organizmi do ndjehet i lodhur. Për sa i përket kësaj lodhjes kronike ose çrregullimeve të memorie, pas Covidit, këto 6 vite, është vënë re që njerëzit kanë një shtim të lodhjes, jo të gjithë njerëz të caktuar, kanë edhe çrregullime të memorjes, humbje të memorjes, bile për kohë të gjatë. Është e vërtetë që ka një lidhje të koronavirusit me këtë gjë. Muajt e fundit është zbuluar edhe prania e disa inhibitorëve të proteinave që ndikojnë në memorie tek njerëzit që kanë kaluar Covidin dhe kanë një humbje të memorjes për kohë të gjatë. Kështu që kjo pandemi ka qenë një pandemi e pazakontë, ndoshta e pa dëgjuar ndonjëherë dhe ndoshta pasojat do të shihen edhe më vonë, por që si rregull janë gjëra që regredojnë, por lodhja ka të bëjë gjithmonë me mënyrën e jetesës. A ka mënyra se si ne mund ta ushtrojmë ose mund ta stërvisim trurin që të kemi një kujtesë më të fortë? Patjetër. E para do ndaloj atë ajo çka ne konsumojmë. Një dietë e shëndetshme, e bollshme, e pasur me proteina, me vitamina, me pak krip, me pak sheqer, është ajo që ne na ndihmon ta kalojmë këtë. E dyta, menjanimi i veseve, sidomos i duanit dhe i alkoolit, është kryesori. Dhe ashtu si stërvitim trupin, bëjmë vrap, bëjmë palestër, duhet stërvitim edhe trurin. Edhe që të stërvitim trurin, metoda e vetme është libri. Libri është ai që stërvit trurin. Sa më shumë të lexosh, aq më gjatë ke memorie, aq më mirë është truri. Ka edhe njerëz që e teprojnë me leximet. Nuk është e këshillueshme, sidomos për studentët, për njerëzit që duhet të lexojnë gjatë gjithë ditës, që të lexosh herët në mëngjes ose të lexosh mbas orës 10-11 të darkës. Vërtet njeriu mund të jetë produktiv se ka lexuar më shumë se sa dikush tjetër, por ajo e acaron trurin, nuk e çlodh trurin, e lodh trurin. Dhe ajo mbi ngarkesë në memorien e trurit ngjelet shumë pak, ngel nesër pas nesër dhe zhduket. Kështu që këshilla ime është që të kemi shëndet të mirë të trurit, duhet të ushqehemi mirë, dhe këshilla ime e dytë është që të kemi shëndet mirë të trurit, duhet të lexojmë. Fatkeqësisht tani libri lexohet gjithnjë më pak. Ndoshta teknologjia ka bërë që ne të lexojmë shumë gjëra në telefon apo në kompjuter, edhe ato të bëjnë mirë. Duhet të lexojmë, duhet të ushtrohemi, mbas orës 10 të darkës, duhet të shohim një film, duhet të shohim një diçka që na gëzon, qoftë edhe të lexojmë një roman që e kemi në qef. Se kam menduar gjithmonë që të paktën në mëngjes truri është, siç thuhet edhe në periudhën e përditshme, truri është më i freskët dhe ke mundësi të përthitesh më shumë informacion. Patjetër, mbas orës 8-9 të mëngjesit është si puna e asaj makinës që kur e ndes do që të ngrohet çik motori. Pastaj të vinë në formën optimale. Po, në fakt duhet ta kisha bërë më përpara këtë pyetje, po sa negativ është roli i alkoolit në shëndetin e trurit dhe çfarë dëmi shkakton më konkretisht? Alkooli është një nga stimulusit e trurit. Edhe në momente të caktuara njeriu i duhet, domethënë, i duhet për të kaluar mirë një dasëm, për të kaluar mirë një ditëlindje,
për të kaluar mirë një darkë me shokët, me shoqërinë, me miqt, me familje. Por zakoni i marrjes së përditshme të alkoolit dhe zakoni i marrjes së dozave të mëdha të alkoolit është shumë i dëmshëm për trurin, në të gjitha drejtimet. Qoftë për enët që ushqejnë trurin me gjak, qoftë për vetë trurin, alkooli vret qelizat e trurit dhe duhet të dimë që qelizat e trurit nuk rigjenerohen, ashtu si qelizat e lëkurës apo të indeve të tjera. Kështu që konsumimi me doza të mëdha i alkoolit, konsumimi çdo ditë i alkoolit, shumë i dëmshëm për trurin. Dhe ne shikojmë edhe në jetën e përditshme. Konsumimi me raste, me sasi të caktuara, është një gjë që të ndihmon që ti ta gëzosh më mirë atë ditë, atë moment. Çfarë ndikimi luan stres, domethënë ndikim strukturor po edhe emocional në jetën tonë, sidomos në shëndetin e trurit? Stresi i zgjatur, i vazhdueshëm, absolutisht nuk ndikon mirë për trurin, sepse janë ato substancat, katekolaminat që i quajmë ne, që janë gjithmonë në nivele të larta dhe kjo e lodh trurin. Edhe njeriu bëhet më nervoz, nuk ka gjumë, nuk ka një përqendrim, nuk ka një sjellje të mirë me njerëzit që rrethojnë me radhë. Stresi është shumë i dëmshëm edhe duhet luftuar. Stresi luftohet me sport, me vrap, duke lexuar një libër, duke pa një film që të pëlqen, duke bërë muhabet me shokët, me njerëzit e familjes. Kjo është mënyra më e mirë për të luftuar stresin dhe s'duhet ta fusim gjithmonë veten në stres. Domethënë, gjërat që nuk kanë rëndësi në jetën e një njeriu, ne duhet t'i anashkalojmë. Ndërkohë, jeta jonë sot ka ndryshuar shumë krahasuar me si ka qenë jeta, qoftë edhe një dekadë më përpara, po sidoqë më shumë me një kohë më të largët. Ritmi i jetës është më i shpejtë, jemi më të ekspozuar ndaj teknologjisë. A ka truri ynë kapacitetin për të përshtatur me këtë lloj mënyre jetese? Truri është si puna e një kompjuteri që ka hard diskun. Ne e dim kapacitetin e hard diskut, po nuk e dim kapacitetin e trurit. S'diskutohet që në kohën që jetojmë, në kohën digjitale, në kohën e teknologjisë, njeriu t'i duhet që të përthithi shumë informacion. Përthithja e tepërt e informacionit nuk është gjë e mirë për trurin. Kështu që në këtë kohë teknologjie, mirë është që ne duhet të përzgjedhim. Domethënë, duhet të marrim informacionin që na duhet nga ana sociale, nga ana shoqërore, nga ana profesionale, aq më tepër, sepse unë mbaj mend në fillimet e mia, kur kam filluar specializimin për neurokirurgji, ishte shumë e vështirë të gjej një revistë në bibliotekë kombëtare ose te CD-ROM-i për të gjetur ato artikuj që na duheshin atëherë, kurse tani mjafton të hapësh kompjuterin edhe telefonin, edhe me passwordet, me ato që kemi, me mundësitë që kemi, por aman duhet të përzgjedhësh. Mos merremi me gjëra duke harxhu kohë të tëra në telefon, po nuk jam as pa kundër jetëve sociale, sepse ato janë një informim shumë i mirë për njerëzit. Por aty, duke kontrolluar gjithë këto dhe duke u marrë me ato vogëlsira, ç'a bëri ky aktor ose kjo aktore ose ky këngëtar, kjo këngëtare, atëherë ti ke harxhu kohën tënde, ke mbush trurin me gjëra që në fund të ditës nuk të vlejnë. Kështu që duhet me bëj një seleksionim. Specialiteti juaj i neurokirurgjisë është më mendja ose përpiqem ta përfitoj që është një punë sa me përgjegjësi shumë të lartë, aq edhe e lodhshme për shkak të orëve të gjata që ndoshta ju duhet të shpenzoni në sallën e operacionit. Ka ndonjë moment që do doni të kishit zgjedhur një profesion tjetër dhe bashkë me të kishit dhe një jetë më të qetë? Çdo ditë. Çdo ditë. Profesioni neurokirurgut është duke pasur respekt për të gjitha llojet e profesioneve. Që nga profesioni bujkut edhe deri te profesionet më të megjithatë profesioni neurokirurgut është shumë specifik. Edhe për këtë arsye, po të shikosh edhe ka dhe filma që flasin për profesionin neurokirurgut si diçka e veçantë. Dhe është vërtet i veçantë sepse ke orë të gjata pune, ke një organ që është shumë delikat, ke një organ që edhe dëmtimet vogla për pacientin të thonë shumë. Ke një organ që jo shumë njerëz merren me të dhe duke qenë që në të gjithë botën në përgjithësi neurokirurgët janë të pakët. Megjithatë, është profesion i dashur dhe është profesion që të bëhet të dikshëm. Edhe ndoshta ne nuk jetojmë dot pa ta, nuk dim të jetojmë pa ta, nga që merremi çdo ditë me këtë profesion. Në Amerikë, për shembull, kur kam qenë për herë parë
në 98 kam takuar rastësisht një neurokirurg në pension që jetonte në një periferi të qytetit aty me ato kushte që siguron një shoqëri e zhvilluar. Edhe rastësisht e kam takuar dhe i thash jam nga Shqipëria dhe jam duke u bërë neurokirurg. Atëherë ishte vit të tretë specializim. Dhe më tha, ta këshilloj, tha që në fund të punës tënde të mësosh të bësh diçka tjetër, sepse do jetë shumë e vështirë shkëputja nga ky profesion. Edhe ai kishte mësuar të bënte diçka tjetër, bënte varka druri. Edhe me këtë tha e shtyi, luaj dhe pak në kitar, tha. Domethënë është një profesion që të bëhet të dikshëm dhe kur vjen puna që ti e mbyll me këtë profesion, nuk di çfarë të bësh tjetër. Dhe mundohesh të bësh këtë profesion për mosha, aftësitë fizike të gjitha, pastaj të kufizojnë për këtë. Çdo ditë të ndodh diçka që ti thua, po pse u bëra neurokirurg? Sepse e tillë është puna jonë. Ndoshta edhe shumë herë jo për fajin tënd. Këtu ne kemi dhe një të keqe që sistemi akoma nuk është i strukturuar. Ne detyrohemi të bëjmë sekretarin, ne detyrohemi të lejmë takime, ne detyrohemi të flasim me njerëzit, të humbim orë të tëra, ndërkohë që mund të kishim bërë diçka tjetër. Dhe kjo mënyra akoma ne na shton edhe ngarkesën edhe stresin, duke u përgjigjur njerëzve në telefon, sepse është e pashmangshme, nuk mund mos ju përgjigjesh. Sepse ata nuk kanë derë tjetër, është e vetmja portë. Që po s'ju hap edhe kjo, pastaj ata ngelen pak kështu. Të shpresojmë që në të ardhmen do të jetë më mirë, ndoshta edhe për brezat që vinë më pas do të jetë më mirë akoma, që të ketë një strukturim më të rregullt, konsultimesh, urgjencash, sekretaresh e me radhë. Një pyetje të fundit. Si do duke një ditë ideale për trurin ton? Në qoftë se do t'i përkushtoheshim realisht mirëqenies së tij. Që të përgatitesh për një ditë të mirë, gjë më e rëndësishme është gjumi. Truri ka një gjendër që quhet gjendra pineale dhe është subjekt edhe i pikturave të piktorëve të famshëm me radhë, që ndodhet mund në qendër të trurit nga të gjitha anët. Ajo është përgjegjëse ka edhe funksione tjera, por zakonisht funksioni kryesor është për të rregulluar ritmin cirkadian ose ritmin 24 orësh të njeriu, që rregullon gjumin edhe zgjimin. Ajo prodhon një hormon që quhet melatonin dhe e prodhon hormonin, fillon rritja e prodhimit të hormonit të saj kur fillon edhe erësohet, kur perëndon dielli. Në të shkuarën ose shumë kohë përpara, njerëzit flinin me perëndimin e diellit dhe zgjoheshin me lindjen e diellit. Dhe kjo është faza më biologjike e gjumit. Tani ka ndryshuar shumë ai rregulli, por kjo nuk është gjë e mirë për trur. Ne duhet të flem herët, kur them herët, rreth orës 10, 11, dhe duhet të zgjohemi relativisht herët. Në orën 6, 7, 6, 6:30 është gjëja më e mirë. Në qoftë se ne kemi bërë një 7-8 orësh gjumë të mirë, atë truri jon të nesërmen është i gatshëm të përballojë sfida, sforcime, reagime, punë të gjata, punë me orë të gjata dhe gjithë. Në qoftë se ne kemi fjetur vonë, kemi përdor kafe, kemi përdor duan, kemi përdor alkool. Edhe kur flem vonë, domethënë edhe kur shtrihemi për të fjetur, nuk kemi për të bërë një gjumë të mirë. Dhe në mëngjes do zgjohemi të lodhur. Ka njerëz që thonë për shembull, po un kam fjetur 8 orë, 9 orë. Po ka fjetur në orën 4 të mëngjesit deri në 12 drekës. Është më pak biologjika e mundshme, sepse në ato orë truri e ka ulur nivelin e melatoninës shumë. Pra duhet të t'i përshtatemi trurit. Duhet të flem atëherën kur ai do të flerë, kur ai prodhon atë melatoninën. Dhe duhet të zgjohemi kur ai nuk prodhon më melatonin. Kjo është e para. Pastaj, mëngjesi, një mëngjes i zakonshëm, ndonjëherë edhe jo shumë i rënd, sepse kur ke ditë pune, mirë është mos konsumosh sasi të mëdha mëngjesi. Marrja e stimulantëve, kafja mund të na ndihmojë pak që të dalim nga ai gjumi. Dhe përdorimi pastaj i ushqimit gjatë drekës. Ne shqiptarët e kemi zakon të keq që drekën e ham 5-6 ose darkën e ham 11 darkës. Në gjithë botën, në të gjitha institucionet, ka një pushim dreke. Qoftë edhe
në spitale, aty ku kam qenë unë në Evropë. Ka një orar dreke 12-2 ku njerëzit koordinohen, se nuk bëhet mbyllje spitali do anë drek. Ku njerëzit koordinohen shumë mirë dhe konsumohet një vath që të lejon që ti të vazhdosh punën deri në ora 5-6. Dhe pastaj mbyllet darka që nuk është mirë që ushqimit të konsumohen mbas orës 9 të darkës. Në lidhje me melatoninën, ekzistojnë edhe suplemente ose kam përshtypjen pilule që merren që quhen melatonin që ndihmojnë për gjumin. Ka melatonin. Është, më thënë, nuk e di, diçka që ndihmon, është e dëmshme. Shiko, me moshën rriten edhe nevojat për suplement. Unë mbaj mend kur kam qenë gjimnazist, sa vija kokën i astek, pastaj duhet të zgjoheshe me zile, sepse kurse kur kam fillu profesionin që fillova të bëj edhe rojet në spital, sepse edhe ato të ndryshojnë pastaj ciklin e jetës, filloi prishja e gjumit. Kështu që me moshën, njerëzit në moshën e tretë zakonisht, kanë nevojë të marrin stimulant. Edhe qoftë edhe melatonin, po qoftë edhe somnifer ose gjumësjellës të tjerë, të ndryshëm që janë Xanaxi, mos i përmendim tani Stilnoxi e merat. Domethënë, në ato mosha njerëzit kanë nevojë të marrin. Po tek moshat e reja, se kam vënë që ka dhe shumë të rinj që i përdorin. Tek moshat e reja zakonisht nuk është e nevojshme, duhet të gjendet shkaku i pagjumësisë dhe shkaku i pagjumësisë te moshat e reja është stresi, janë orët e vona të natës, konsumojmë shumë orë vona deri 1, 2, 3, duke pi duhan, duke pi alkool, na duket sikur është gjë e mirë. Dhe ndoshta është e mirë, nuk e di, por të nesme në mëngjes ti e hap fam. Nuk je në gjendje që të bësh profesionin tënd ose punën tënde. Kështu që te moshat e reja duhet të eliminohet shkak, kafja, duhani, alkooli, qëndrimi pa gjumë natë. Se ajo bëhet pastaj truri fillon edhe përshtatet. Nëse ti ke 2-3 net që fle vonë, edhe dita e 4 pavarësisht se ti do shkosh të shtrihesh, duhet të përshtatet truri, domethënë se ai ka fjet 3-4 vonë, 3-4 net tjera vonë, kështu që kjo e prish gjumin. Kjo sjellje e tillë e prish gjumin. Te të rinë unë rekomandoj që duhet të hiqet shkaku i pagjumësisë, jo të merren barë. Mirë, shumë faleminderit doktor. Kënaqësi, faleminderit juve, edhe ju uroj suksese në punë. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.